Spanja ka vendosur të ekstradojë në Shqipëri Lulzim Berishën, person ky që konsiderohet nga prokuroria si kreu i bandës së Durrësit. Ai pritet të mbërrijë në Tiranë në masa të rrepta sigurie, ndërsa pritet të përballet në një proces gjyqësor, ku SPAK e akuzon për vrasjen e Klodian Saliut në muajin shkurt 2015 në Durrës. Në dhjetor 2020, SPAK e konsideroi të dyshuar në vrasjen me tritol të Vajdin Lamaj dhe mikut të tij Artan Arsi, por më vonë prokuroria e posaçme i rrëzoi duke konsideruar të papërfshirë në ngjarje. Me ekstradimin e tij në Shqipëri, Lulzim Berisha do duhet vuaj dhe një dënim me 6 vite burg, mas dënimi kjo që ka mbetur ende pa përfunduar nga dënimi 25 vitet e dhënë disa vite më parë nga gjykata e lartë. Kjo është përballja e dytë e Lulzim Berishës me drejtësinë, pasi herën e parë i u ndesh me dëshminë e bashkëpunëtorit të prokurorisë Adriatik Coli. Tashmë janë të dhënat e Luftareçit, i cili është bërë bashkëpunëtor i prokurorisë SPAK, që kanë bërë nisjen e një tjetër procedimi. Reçi ka treguar se ai së bashku me Plaurem Dervishaj, Lulzim Berishën, Indrit Taulajin dhe Indrit Rusin, që njihet me Novkën Çeçi, kanë vrarë Klodian Saliun. Për këtë ngjarje u deportua një vit më parë dhe Plaurem Dervishaj nga Emiratet e Bashkuara Arabe.